mashtrishin e vetë, gjithë shka që ka pas në punisht e ka marrë komplet. Dhe kjo e kam thënë edhe pramë, po e thëmë edhe tash, është për mu, është e qëllimshme, kena pas një marrëveshje që ujnë mos me lëshue derisa jemi të punu, ose nëse ka nevojë me lëshu me një mazë të vogël. Këto është lëshu uj, nuk e di sa ka lëshu, se s'jam ekspert me rrit, po dikush qëndron mrapa kësaj, kush është, nuk muna me i bo me gesht kërkujna, se nuk du me fol gjona pa lidhje, veç që ati vjen goj njeriut me fol, po është e qëllimshme. Sepse kena pas një marrëveshje dhe unë jam të punu këtu punë për shtetin dhe me tonë drejten jam shumë i shgënjym në këto që ka ndodhë dhe kam bo edhe promë thirrje dhe po bëj prapë. Shteti duhet me marrë masa urgjente dhe me zbulu se kush ka qëllim ndaj një punë që është të bo për popullin, për shtetin, për komunën dhe me bo gjithë këtë dëm është e pa planueshme për mu. Sa është vlera e shkaktuar? Shumë e madhe. A ka prek për shembull edhe makineri këto? Makineri, e ka çu makineria të vogla, i kanë gjetë do makineria do dikon që atje poshtë në rrur, qoshët që janë nalë, portira, so material, drasa, panella, shtylla, këto që i kemi pru, të gjitha i ka marrë, i ka që kanë qenë palumen, po nishtin, a konë të pregatit plakën këto, të gjitha i ka marrë, si po shirë edhe vetë s'ka